Kandidatja e propozuar për president është Feride Rushiti, por cili është profili i saj? Feride Rushiti është mjeke dhe aktiviste e shuar për të drejtat e njerëzit, një nga figurat kyçe në Kosovë dhe ndërkombëtarisht në fushën e rehabilitimit të viktimave të torturës dhe të mbjetuarve të dhunës gjatë luftës. E lindur me 12 shtator 1970 në Kosovë, ajo diplomua në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë, ku specializua në gastroenterologji. Fillimisht e orientuar drejt një karriere klinike, rrjedha e jetës së saj ndryshoi rrënjësisht gjatë luftës së Kosovës në vitin 98-99, ku shërbeu si mjeke në kampet e refugjatëve shqiptar në Shqipëri, duke trajtuar viktima të dhunës, torturës dhe traumës së rëndë psikologjike. Kjo përvojë u bë pikëthese duke orientuar drejt angazhimit afatgjatë në drejtësi, rehabilitim dhe mbrojtje të drejtave të njerëzit. Menjëherë pas luftës në vitin 99, ajo themeloi dhe vazhdon të drejtojë Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, organizata e parë e këtij lloji në Kosovë, e cila u krijua për të ofruar mbështetje gjithëpërfshirëse për viktimat e luftës. Gjatë më shumë se 2 dekada, puna e saj ka ndikuar drejt për drejt në jetën e mbi 18.000 përfituesve, përfshirë mijëra të mbjetuar të dhunës gjatë luftës, një nga kategoritë më të stigmatizuara në shoqërinë kosovare. Përveç kësaj, ajo ka kontribuar në zhvillimin e politikave dhe praktikave për drejtësi tranzicionale, dokumentimin e krimeve të luftës dhe promovimin e reparacioneve për viktimat. Angazhimi i saj shtrihet edhe në nivel ndërkombëtar, ku ajo ka ndarë përvojën e Kosovës si model për vendet që përballen me pasojat e konflikteve, përfshirë Irakun, Ukrainën dhe Kolumbinë. Ajo ka bashkëpunuar me organizata ndërkombëtare, institucione akademike dhe mekanizma global për të drejtat e njerëzit, duke kontribuar në avancimin e njohurive mbi traumën, rehabilitimin dhe drejtësinë për viktimat e dhunës. Puna dhe lidershipi i saj janë vlerësuar me çmime të rëndësishme ndërkombëtare. International Women of Courage Award i akorduar në vitin 2018 nga Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shenjë njohje për guximin dhe përkushtimin e saj në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Në vitin 2025, ajo u nominua për çmimin Nobel për paqe, duke reflektuar ndikimin e saj të gjerë në promovimin e drejtësisë dhe dinjitetit për viktimat e luftës. Misioni i saj është i qartë dhe i qëndrueshëm, ndërtimi i një shoqërie ku viktimat e luftës trajtohen me dinjitet dhe ku stigma zëvendësohet me njohje, solidaritet dhe përgjegjësi institucionale.